Sot në Shkup u mbajt eventi i fundit Demo Day i programit rajonal të përshpejtimit Bridge to Balkans, i zhvilluar në bashkëpunim midis Digital Park Technokent, një qendër teknologjike me seli në Stamboll dhe qendrës së inovacionit Inox. Ky aktivitet u organizua me qëllim lidhjen e ekosistemeve të startupeve nga Turqia dhe vendet e Ballkanit, duke krijuar një hapësirë ku idetë e reja, projektet inovative dhe përvojat profesionale të ndahen dhe të zhvillohen më tej. Drejtori i përgjithshëm i Digital Park Technokent, Tahsin Engin, në fjalimin e tij theksoi se Maqedonia ka një popullsi shumë dinamike dhe të re, me shumë talente dhe me dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Ndaj, mendon se paradigma ka ndryshuar ndjeshëm gjatë 2 viteve të fundit, sepse në të kaluarën kodimi ishte problemi kryesor për botën e biznesit, por tani nuk bëhet më fjalë vetëm për kodim. Ne po ofrojmë një infrastrukturë moderne sipërmarrëse dhe një ekosistem inovativ dinamik përmes programit ton, i cili është një program përshpejtimi i quajtur Bridge to Balkans. Përmes këtij programi, sipërmarrësit këtu fitojnë qasje në tregjet globale, si dhe përfitojnë trajnime të strukturuara, mentorim dhe takime me investitorë. Në fakt, programi që po zbatojmë sot synon të lidhë sipërmarrës nga Ballkani dhe Turqia me investitorë, aktorë të biznesit dhe një mjedis pune për startupe. Ndërkaq, Mehmet Dolgan, bashkëthemeluesi B Corner, partner zbatues i programit Ura drejt Ballkanit, tha se ishte impresionuar nga talenti që gjeti në ekosistemin sipërmarrës të Ballkanit perëndimor. Programi B2B Bridge to Balkans përfshiu trajnime zyrtare të cilat përfshinin 6 module, duke filluar nga mendësia sipërmarrëse dhe trajnimi i biznesit deri te plani marketingut, rritja e biznesit dhe modeli i biznesit. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje në këtë ekosistem të Ballkanit perëndimor është grupi i talenteve që kam hasur. Ka qenë vërtet shumë breslënës, si dhe dëshira e madhe për sukses që ekziston këtu. Ndërsa drejtori i qendrës së inovacionit Inox, Abil Baosh, deklaroi se 11 startupe të reja morën pjesë në Demo Day-n përfundimtare. Ai theksoi se qëllimi i programit është të krijojnë, të gjejnë inovatorë të rinj, sipërmarrës të rinj, të gjejnë ideja të freskëta dhe se këto ideja të mund t'i zhvillojnë në një biznes model i cili duhet të jetë frytdhënës në aspektin që idetë e tyre të fillojnë të shihen edhe në aspektin global. Domethënë, të gjejnë unicornin e parë në Maqedoni. Kemi kënaqësinë të prezantojmë se për herë të parë e bëjmë një program akselerues të Inoxi me partnerët tonë të Digital Parkut dhe B-Connectorit. Me thonë është një program që zgjati për 6 javë. Kemi pas 11 startupe dhe të gjithë startupet kanë prezantuar mirë dhe kanë kaluar një program jashtëzakonisht shumë domethënës dhe shumë kualitativ. Kështu që sot vim në momentin kur ato do të prezantojnë para investitorëve dhe para njerëzve të cilët ndoshta në të ardhmen do të mundemi t'i shohim në fazë më të zhvilluar dhe në kuadër të këtij eventi u zhvillua edhe një panel me temën sipërmarrja në epokën e inteligjencës artificiale, ku panelistët diskutuan për ndikimin e inteligjencës artificiale në sipërmarrje, mundësitë që ajo ofron për bizneset të reja, si dhe sfidat me të cilat përballen sipërmarrësit në epokën digjitale.